Luftë guerile me frymor me dy këmbë që kanë surrat njeriu, luftë frontale me horrat, kodoshet e dilingjinjët, ne idealistët duke u mbështetur bashkë me Zotin dhe drejtsinë, duke u mbështetur te rinia e artë dhe te populli ynë liridashës do të triumfojmë. Me këto vargje, Murat Jashari nis luftën e pambaruar. Kësaj emri antari i lëvizjes popullore i kishte dhënë librit interesimi për të cilin u rrit pas ditës së hënë. Kjo pasi Jashari i bindur se po bën drejtsinë e plagosi avokatin Azem Vllasi, dikur funksionar komunist i Kosovës. Libri i burrit nga Orizara e Kumanovës i përmban letrat publike që ky si vllai komandantit të ndjerë të UÇK-s Ismet Jasharit u ka shkruar bashkë luftëtarëve të këtij të fundit. Bile dilemat për luftën i kishin lindur pikërisht nga një lajm i marrë nga Ismeti korrikun e vitit 1998. Fjala është për burgosjen e Behajdin Allaçit dhe Shaban Recep Shalës, dikur udhëhec të lëvizjes ilegale. Në 14 vjetorin e zhdukjes së tyre, fajet Jashari u kishte veshur Hashim Thaçit e Kadri Veselit. Pas pak të dy spionët i sjellin duar lidhur dhe u dorëzojnë Hashim Thaçit e Kadri Veselit, ata i hypin në xhip, ngadalë ashtu të raskapitur e duar lidhur, se ku i quan atë natë errët, kush e vrau njërin e kush tjetrin nuk dihet, por shumë shpejt do të tregoj e shenjta kohë. Pasi kishte qëndruar një kohë në burg në Zvicër për veprimtari ilegale anti-jugoslave, Murat Jashari për herë të parë pas 15 vjetëve mërgem kthehet në Kosovë 14 janarin e vitit 2000. Këtu ai kujton se ka takuar Thaçin, Veselin, Adem Grabovcin e figura tjera politike, të cilët më 2012 i akuzon për heqje dorë nga ideali i dëshmorëve. Presidentin aktual të vendit e quan edhe marionet të shërbimit të jashtëm ushtarak të Francës. Hashim Thaçi është një esatpash toptani i fundit i kombit shqiptar. Tutje në librin e tij, Jashari ka publikuar qindra pyetje drejtuar Fatmir Limajt, Azem Sylës e Xhavet Halitit. Më jashpër ai duket me këtë të fundit. Xhavet dhe CO, fatura është u ecë përpara për të gjitha dëmet, vrasjet dhe keqpërdorimet e fondeve të luftës, nuk shkon edhe shumë kohë dhe fatura do t'ju trokas në derë apo dëgjoni. Në librin prej 263 faqesh, Jashari ka publikuar edhe disa intervista ku ka folur për Albin Kurtin e Ramush Haradinajn. Këtij të fundit bile i rekomandan të shkojnë në vetvendosje derisa ka lavdata për të parin. Albin Kurti, pushtetarëve pa pushtet duhet me u agërdit jetën derisa dhe ajri i Kosovës të jetë për ata i tepërt. Xhavet Haliti ishte i vetmi që shkarazi ju ka përgjigjur akuzave duke e quajtur Jasharin si të sëmur psikik.